بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahun e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Babu rami jamrat al-aqaba min batn al-wadi wa takunu Makkah an yasarihi wa yukabbiru ma'a kulli hasa. Kur bëhet haxhi janë tre, si më thënë, shtylla që gjuhen gurët. Al-aqaba e para, al-wusta e mesit, dhe sugra e vogla. Se dhe shtylla e madhe, shtylla dhe e parë, shtylla e mesit dhe shtylla e vogël. Haxhit ditën e parë, dita që është dita e Kurban Bajramit, gjuajnë 7 gura lec tek shtylla e parë, al-aqaba. Është e para në renditje kur vjen nga Minaja. Kur vjen nga Minaja e para. Pastaj lëvizin. Ndërsa ditën e dytë gjuhet Jamratul Aqaba, e para, e dyta dhe e treta. Kur gjuhen ditën e parë gurët nuk bëhet dua, pra thjesht gjun dhe vazhdon. Ndërsa në ditën e dytë, kur gjuhen gurët tek shtylla e parë, kalohet majtas dhe bëhet dua. Kalohet djathtas dhe bëhet dua. Pra kjo është shtylla kur gjuhen gurët, kur gjuhen 7 gurë, pastaj del djathtas. Bën dua, kthehesht nga qabja dhe bën dua. Pastaj gjuh shtyllën e dytë, kalon majtas, drejtohesh nga qabja dhe bën dua. Kur vjen tek shtylla e tretë, gjuh gurët, po nuk bën dua, lëviz. Pasi transmetimi është vetëm tek e para dhe tek e dyta. Atëherë thot babu gjuajtja e guralecëve në shtyllën e parë në batn al-wadi, në lugin, në brendësi të luginës, pra shtylla e parë është në brendësi të luginës, nuk e dal akoma nga Minaja. Pastaj thot bën lutje sa herë që gjuan gurët, pra thot Allahu Akbar. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu ta'ala anhu tregohet pas se ka gjuajtur në ditën e parë nga ana e mesit luginës. I ka thënë dikush, o Ebu Abdurrahman, kemi parë njerëz që gjuajnë nga krahu tjetër. Ai tha, "Walladhi la ilaha ghayruhu hadha maqamu alladhi unzilat alayhi suratul Baqara." Dhe pasha Zotin nga këtu i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam suratul Baqara. E rëndësishme kur gjuhen guralecat është që guralecat të binë tek ajo, si quhet, haud, tek rezervuari, tek ajo, pra të binë brenda gropës. Kur gjuhen gurët, e rëndësishme është që të binë brenda gropës, pra e goditën atë shtyllën, apo nuk e goditën, nuk ka problem. Më saktë do të ishte që të goditet shtylla dhe guri të binë grop. Po nëse nuk arrin dot guri deri tek shtylla, po bjerë në grop, është okay. Nëse guraleci bie jashtë gropës, atëherë duhet përsërit. Në çdo gjuajtje guraleci fshihet një mëkat i madh. Pra llogaritë ti 3 ditë nga 21 sa i vjerë 63. Edhe 7 ditën e parë 70. Ose 2 ditë nga 21 42. Edhe 7 ditën e parë 49. Por çdo gjujtje me guralec, ka thënë pejgamberi sa fshihet një gjunah i madh. Normalisht që guralecët duhet të jenë të vegjël, sa kokra e nisrit, ose sa kokra e bizelës, ose sa kokra e groshës,
dhe nuk bën që guraleci të jetë i madh. As shumë më i vogël, as shumë i madh. Thjesht për të çuar vend adhurimin e Zotit. Thënë Abdullah ibn Mesudit që këtu i zbriti suratu Al-Baqara, mund të ketë zbrit një pjesë nga suratu Al-Baqara dhe jo të gjithë suratu Al-Baqara, ose i është përsërit. Pra i është thënë e gjitha e përmbledhur. Dhe ka një transmetim tjetër, ne i thot aq gjatë duke bërë dua, saqë ndonjëri prej nesh mund të lexonte surën Al-Baqara. Pra i ka ka bërë dua gjatë, kur ka gjujt kuralecat e parë, ka bërë dua gjatë. Pra edhe herë, ditën e parë nuk bëhet dua, kur gjuhet shtylla e madhe apo shtylla kryesore, e cila është brenda luginës. Ditën e dytë, gjuhet shtylla e parë dhe bëhet dua djathtas i drejtuar nga qabja. Shtylla e dytë bëhet majtas dua nga qabja, shtylla e tretë nuk bëhet dua. Edhe ditën tjetër, gjuhën ngurët ke shtylla e parë shkohet djathtas, bëhet dua, gjuhën ngurët ke shtylla e dytë shkohet majtas, bëhet dua, gjuhën ngurët ke shtylla e tretë dhe nuk bëhet dua, lëvizet. Po kështu edhe ai i cili e shton edhe një ditë tjetër, pra e bën edhe ditën e katërt me gjuhë ngurë, njëjtë gjë. Gurin e parë, pra guralecet ke shtylla e parë dhe del djathtas bën dua, guralecet tek shtylla e dytë del majtas dhe bën dua, guralecet tek shtylla e tretë edhe lëviz. Kemi përmendur edhe më herët, bën tekbir në çdo guralec. Pra sa herë hedh një gur thot Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu për çdo gur që gjuan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.